E keni parasysh kur është një derë e myllën në Qels. Me këtë ligj që është ba, dikush thot pro, dikush kundër, dikush mirë, dikush keq, e vërtet që dera është e myllën, por ama Qelsi ja hiq. E nesër, kushdo që mund, mjafton thjesht për ta shtyr derën, edhe mund me hyje me hap. Por me këtë gjë është hap një rrugë që është edhe rrezikshme. Duhet të them që e vërtet komunizmi ja keni keq, por kapitalizmin e cilin ne jetojmë ndoshta është edhe më i keq. Populli jonë sot nuk ka nevojë për plagë dera. Ne vim nga një histori e hillën, nga një histori e vështirë, e mushën plot me plagë, njerëz që janë të vujtën, njerëz që janë të varfën, me probleme sociale pafund. E besoj që më shumë se mu marr me këtë punë, ishte dashur duhet me kuru plagët e këtij populli që janë pafundme. Çfarë duhet bëjmë edhe cila është qasja e jonë si krishterë, si besimtar. Me lut Zotin. E këtë mund me bënë se cili prej nesh. Ta lusim Zotin e mi gjitha, t'ja besojmë Zojës, bekume nanës së këshillit mirë, pajtore së popullit tonë shqiptar, që t'jetë ajo që këshillon ata që kanë fatet e vetit në dorë, por të këshillojnë se cilin prej nesh për me hecë rrugën e drejtë e rrugën e mirë.